në zyrën e skapit të partisë. Për pojën e SPAK-ut Altin Troplini, armikut të egër të pluralizmit politik, gjobvenësit ordiner të skapit të partisë, amnistuesit të krimit monstruoz elektoral, avokatit Mjeran të Irenës me 5 mbiemra, Irena Gjoks me 5 mbiemra. Ligji do të thot fjallën e tij. Sali Berisha. E filmoni ju apo sa është vetëm një kopje? Ja. Afroni objektivat. Afroni që dalë. Ja ta filmojmë. Bravo. Kë gjetët sot aty, doktor? Tani. Ishte njëri përveç letrës, ditë pushim. Aty, jo, nuk ishte pushim aty. Aty ishte, lërë mos e luaj. Ja, se aty ishte poja. Kishte Elvis Doçin në zyrë. Është në kërkim Elvis Doçin. Kishte në kërkim, po aty ata po ipin fitimin e ngarkesave të fundit, po kishte dhe aty dhe Kreshnik Farrukun, 2 të fundit që të cilët i detyrojnë Troplinit lirin që janë dhe fshehjen e mandata arresteve. Ju e morët vesh që operacioni fundit kishte në epiqendër përsëri Troplinin, Elvis Doçin. Pra, ka 4 vite, që në portin kryesor të vendit që administrohet nga Troplinët, nuk kapet asnjë kilogram kokain, ndërkohë që nga ky port nisin drejt Italisë dhe vendeve tjera tonelata. Javën e kaluar, operacionin në Breshja, që kishte në epiqendër Elvis Doçin, rezultoi se kishin nisur nga Durrësi 1.3 ton kokain. Tani, përsëri do kthehemi tek ikona e drejtësisë të Troplinëve dhe Altinëve, Altin Dumani, Altin Troplinit, Irena Gjoka. Në mars të vitit 2024, Gazeta Tanea boton shkrimin se Irena Gjoka është dëbuar nga Greqia. Me 4 mars 2024, KLG-ja nxjerr deklarat në mbrojtje të Irena Gjoks, fytyra e vërtet e qeverisë së drejtësisë. Kush dhe kjo në atë kohë ka qenë Llagamin, mos gabohem, Llagami e cila për qytetarët deklaron se nuk ka drejtësi, kurse për vete merr me proceset shpejtuara 3 milion euro shpërblimin për pronat e veta. Natyrisht pronat kanë qenë të familjes, nuk mohohet, por që ti marrish ato me një shpejtësi të rrufeshme, vetëm ajo e ka bërë këtë dhe ndaj dhe bënte deklarat në mbrojtje të Irenës. Me 4/5 përsëri me 4/5 2024, Gazeta Prototema nxjerr vendimin e gjykatës për dëbimin e Irena Gjokës. Me 7 maj 24, prokuria e përgjithshme 7 maj 24, me ribëntar, ja?
para 20 muajsh deklaron se po nis hetim të thelluar. Pra, prej 18 muajsh e mban në sirtar hetimin pa asnjë rezultat. E ka futur turshi. Kjo është ligji për këta. Këta janë njerëzit e ligjit. Këta janë njerëzit e ligjit që i paguani ju o qytetar me rrogat më të larta në Europë. Urdhoni? Dhe që i votoni ju politikanët. Ne nuk kemi votuar kur këta. Reformën. Këta nuk kemi votuar. Unë po bëj fjalë për persona, sepse këtu, me qenë se doni, absolutisht ka njerëz të ndershëm, ka njerëz punëtor, njerëz që kanë dëshirë të bëjnë ligjin. Do ishte gabim të mendoj se janë të gjithë Troplin apo Irena Gjok. Por ky është një binom, me qenë se jemi këtu. Troplini mbron Gjokën dhe vetëm një si Altin Troplini mund të bëjë një gjë të tillë. Mund të pranojë një delinkuente siç është Irena Gjoka, duke ditur që diskrediton çdo ditë gjyqtarin, prokurorin, por duke qenë peng që të dy. S'kan interesa tjera përveç interesave të tyre personale. Janë, me një fjalë, janë dy faqezi që kërkojnë të nxjin faqen edhe të tjerëve, po të tjerët nuk janë si ata. Jemi realista, sepse do ishte gabim të mendonim se të gjithë ata punojës aty kanë moralin e pojës Skapit apo të Irena Gjokës. Me datën 2 maj 2025, gjykata e Anisë shon vendimin me vulë apostile, jo vetëm për 2 bimet e Renës, por dhe vendimin penal, dënimin e saj penal të formës prerë. Me datën 5 maj 2025, para jush këtu vendimin me vulë apostile, para dyrëve të Skapit. Me datën 5 maj 2025, Irena Gjoka mohon që t'jetë dënuar. Pra, a ka më faqe zezë se kjo, t'u pyesun ju? Një gjykatëse është një figurë jashtëzakonisht të rëndësishme për një shtet. Një grua, një nënë, që merë heqë çdo lloj cipe dhe u thot mediave se nuk ka qenë kurrë dënuar. Unë besoj se nuk ka njeri i ndershëm që mund të pajtohet me një person si kjo, që s'ka norm, s'ka standard, s'ka moral, por mbrohet nga Altin Troplini. Ajo mohon që t'jetë dënuar ose të burë nga Greqia në intervistë dhënë gazetës apo portalit Bird. Është e vërtet kjo? Është e vërtet. Është e vërtet. Mos harroni se kjo do të thot krim në vazhdim. Kjo do të thot, ky mohim do të thot dyfishim i krimit të kryer, sepse fshehja në formularin e dekriminalizimit, fshehja në formularin e vettingut, fshehja në ILDKP, të gjitha këtyre, ILDKP-i, përbëjnë krimen vetë se cili për i tyre. Pardje, si që ndëgjuhet, një ministër i qeverisë rumune, vendantari Bashkimit Evropian, dha dorëheqjen vetëm se nuk kishte pasqyruar një ndodhi të tij në formularin e deklarimeve në ILDKP-i. Por, natyrisht, ai është një ministër, njeri i qytetëruar, që merr përgjegjësitë për gabimin apo fajin që ka kryer, kurse këtu kemi të bëjmë me kriminal që fshihen para krimeve të tyre dhe mbrohen nga njeriu që paguhet, për të mbrojtur qytetarët e tjerë nga krimet dhe nga krimi. Pra, nga prokuror Altin Troplini është ndruar në avokatin e shpërftyruar të Irenës me 5 mbiemra.
Me 6 maj 2025 del prokura e vitit 2023, që Irena, pra një dit pasi kishte mohuar, një dit pasi kishte thënë që s'kam qenë kurrë e dënuar, doli prokura, të cilën Irena me shumë biemër e kishte lëshuar për noterin në Fier për të marrë avokat që të kundërshtonte vendimin e dëbimit nga Greqia. Pra, bie tërësisht alibia se nuk kishte djeni. Për të gjithë ju, për të gjithë shqiptarët, por jo për Altin Troplinin, i cili sklav i veprave të tij është i detyruar të sillet në këtë mënyrë, të poshtroj veten dhe të mbroj të shtrohet nga prokuror në avokat. Me 7 maj 2025, Altin Troplini, poja i skapit, deklaron fillimin e hetimeve paraprake. Hetimit mburoj për të mos lejuar shkarkimin e saj, për të mos lejuar veprimet administrative ndaj saj, mbasi thot unë po e hetoj këte. A ka akt më të turpshëm? A ka akt më kriminal se ky? Duke qenë para gjithë këtyre dokumentave, shpall hetim paraprak si të shpalli Mehmet Gonigalin, si të shpalli Olsi Ramen, si të shpalli në një seri, si të shpalli hetim paraprak për Kreshnik Farrukun, pasi si pas qytetari digital, u pagua me 5 milion euro që të falsifikoj identitetin e tij për të vllain e tij. Ja, kjo është, tani, ka paguar Irena qindra mijëra euro Altin Farrukut, apo e bën se e ka urdhëruar Edi Rama, këtë unë nuk mund ta them. Por cila do që tjetë, pozicioni i tij është pozicioni më i shëmtuar i një njeriu pa dinjitet, pa personitet, pranon të vetë poshtrohet, shpyet për ligj, vetëm të zbatoj ose urdhën e parave ose urdhën e Edi Ramës. Pra, deklaroj fillimin e hetimeve, por pa emër, me 8 maj, i kërkova KLG-s shpalljen e mbarimit mandatit Irena Gjokës. Irenës me 5 mbiemra. Maj qershor 25, ndonë se ligji detyron KLG-n të vendosë për 15 ditë për mbarimin e mandatit, vijon loja Kullungeshkës, KLG kërkon prokurisë përgjithshme të shprehet, prokuria përgjithshme fshihet pas Ministrisë Drejtësisë dhe nuk ka asnjë kompozicion. Turpi dheut. Qershor 2025, del se, ja pranaj janë taktu, njerëzit, pranaj, shko, del se Irena Gjoka, jo vetëm pra, është dëbuar 2 herë nga Greqia dhe ka lëshuar prokur për të kundërshtuar, ka dënim penal të formës prerë, ka falsifikuar formularin e dekriminalizimit, pasi nuk ka deklaruar këto, ka gënjur dhe falsifikuar vettingun dhe megjithatë ajo vazhdon detyrën e mbrojtur gjoja në hetim paraprak nga poja i skapit. Nuk ka figura më të diskredituara sot se këto 2 figura. Tani unë jam i hapur për çdo pyetje. Ju keni përsëritur disa herë këto akuza ndaj zotit Dumani dhe zonjës Gjoka. Por pyetjet që shtrohen janë në raport me drejtsinë, ku çon këto dhe politikisht. Urdhë? Ju i keni përsëritur disa herë ose në mënyrë të vazhdueshme akuzat ndaj zotit Dumani dhe zonjës Gjoka. Juridikisht dhe politikisht, ku ju dërgon kjo? Spari nuk kam përsërit akuza. Kam paraqitur fakte që ju dhe askush në botë s'mund t'i hedhë poshtë. Është tjetër të formulosh akuza, tjetër të paraqesësh dokumenta me vula apostile. Janë 2 gjëra, janë vula apostile në gjitha marrëveshjet ndërkombëtare, është dokument zyrtar i pakundërshtueshëm. Ashtu, në këtë kuadër, unë
po i bëj një shërbim shqiptarve. Po u bëj një shërbim shqiptarve, po u tregoj se çfarë llumi ka në organet e drejtësisë. Çfarë kriminalësh që ka në këto organe, se si përdorin ligjin dhe hetimin për qëllime private dhe personale. Unë besoj se ky është një kontribut shumë i çmuar dhe të garantoj që sado që sot, po kjo do ndjehet, janë sot 5 ose 6 rezoluta ndërkombëtare të organizatave më të fuqishme të qendrës djathtë që damkosin politizimin dhe përdorimin e kësaj drejtësie si armë. Ju do thoni që po prap nuk janë të dakord, nuk janë të gjithë të kësaj mendje, po gradualisht kjo do të zërë vendin e vetë, sepse e vërteta vonon, po e vërteta nuk harron. Dhe ata të cilët do njihen doradorës me këto dokumenta, do kenë të njëjtin mendim që ka Sali Berisha. Atëherë, në qoftë se ju mendoni që një jurist, një gjykatës, një prokuror mbron kriminalin, përdor ligjin për të mbrojtur kriminalin, ndryshon nga një qytetar që fsheh një kriminal, e keni gabim, midis atij që fsheh një kriminal dhe këtij që mbron një kriminal këtu, urdhë? Në secilin rast jeni. Mirë, i keni dakord, po sa herë janë bërë objekt studimi, objekt debati në studio televizive Altin Troplini me të gjitha këto që bën? A ka diskretim më të madh për figurën një prokurori se kjo që bën ky? A ka diskretim më të madh për figurën një gjykatëse se ajo që bën ajo? Pra, nuk është ajo që paraqet dokumentat, që cenon sistemin, janë ata të cilët poshtrojnë sistemin, që kanë kryer krime dhe mbeten me çdo kusht në sistem. Dhe këtu kemi të bëjmë me një binom. E mori vetë për sipër, nuk ja dha shumë Troplinit. Jo, se të jemi realist, në qoftë se s'do të hapte hetimin paraprak. Çështja Gjoka ishte më tepër çështje e Ministrisë Drejtësisë, Prokurisë Përgjithshme dhe KLG-s. Kjo është vërtet. Po ky u vetë ofrue për të hapur hetimin paraprak, një kohë që e bëri vetëm me qëllimin që ta nxjerrë jashtë afateve. E ke lexuar ti e ke lexuar ti Klodiana se e ke ti dost e Toyota Yaris. Çfarë bënte Taulant Balla? Kujtohet. Taulant Balla me atë Daupin i thoshte t'ja çojmë Taos dosjen e makinave, Çuelçels që ta nxjerr Tao jashtë afati. Të njëjtën gjë bën ky. E merr hetimin parapak për ta nxjerr drejt afateve të parashkrimit. Doktor. Jo, një minutë. Urdhë? Zotin Gjoka me procedura. Si, urdhë? Po pretendoni që zoti Rumani po e shpëton zotin Gjoka me Po, pikërisht. Shpjegoni si. Sepse duke shtyr vepra del jashtë afatit të parashkruhet zonjë. Ky është problemi. Ky e merr në mënyrë që vepra e saj të parashkruhet. Ka paguar gjysmë milioni kjo Gjoka me shumë mbiemra, apo e ka urdhëruar Edi Rama, këtë unë nuk mund të them, por një njeri që ka minimumin e minimumit të integritetit, njerëzor, profesional, nuk e bën kur këtë, sepse aty s'ka asgjë hetim. Aty janë dokumentat me vula apostile, asaj ndërpritet automatikisht mandati dhe dërgohet për ndjekje penale, se ka mashtruar, ka falsifikuar. Kjo është shumë e thjeshtë, është ABC. Në dalë dikush thotë se nuk mund bëhet kështu. Po unë pse e përdor këtë? E përdor këtë se është rasti më tipik se ç'bëhet pastaj në rrogoz të tjera, bëhet ajo
që Troplini merret mandati i Troplinit, vjen mandata rreshtit ndërkombëtar nga antimafia italiane dhe mbahet në xhep. S'ka nevojë për asnjë lloj legjitimimi nga gjykata. Mbahet në xhep nga Altin Troplini, nga data 26 prill gjerë me datën 22 maj. Dhe 22 maj, poja, njeriu i 10 tonelatave kokain, që ka 4 vjetë që kontrollon port në Durrësit, ai çan ferë like dhe vazhdon kryeson bandën. Pra, besoj se këto janë akte shumë të rrezikshme për mbar shoqërinë shqiptare. Apo Tauland Balla. Ju e dini mirë se ju e keni, unë e di që Klodiana, ti e ke nga Alfa tek Omega dosjen e Toyota Yaris. Jo, shumë normal, edhe unë them. Po ti ke lexuar aty. Se si Tauland Balla merr përsipër të shpëtoj jo vetëm parat, po të shpëtoj automjetet e krimit. Dhe Tauland Balla vazhdon kryeson grupin parlamentar të Partisë Socialiste, sepse ky hap, e di ç'bëri ky apo jo? Dosja Toyota Yaris, për ata që u dënuan, ata Vladi me shok, është numër 26, edhe për Eriona Daupaj. Dosja për Tauland Ballët është 26, fraksion 1 në zyrtarin e Altin Troplinit. Pra, në vend se të mirë të Tauland Ballën, bashkë me të tjerë dhe ta denonte siç takonte për krimin që kishte kryer, nuk nërmerr asnjë akt, asnjë mas. Atëherë, a është ky në shërbim të krimit, më thuj mua? A nuk është kjo në shërbim të krimit? Ose marr rastin tjetër të tij? Nuk mund të sulmojnë kur. Harroj të di një gjë. Do kërkoj 100 herë falur në qoftë se ndodh që u sulmoj njëri të panjohur, të pafajshëm. Kur? Por, kur unë lexoj se Tauland Balla merr urdhër nga Suel Çela, që të shkojnë në Shkodër bashkë me Vat Stafën, prokurorin Vat Staka, dhe të lirojnë 2 terroristët që vendosën Tritolin në nshalen e Lulzim Kulls, të cilët mund vrisnin disa qytetar nga eksplozioni, dhe Tauland Balla vazhdon kryeson grupin e Partisë Socialiste, sepse Altin Faqeziu e përdor ligjin si pasurdhit ose interesave të tij private. Pra, nuk pranon që të dënoj njerëz të cilë janë thellësisht implikuar në krim. Atëherë, unë çfarë po bëj? Po sulmoj drejtësinë unë? Jo. Po sulmoj krimin brenda këtij sistemi, po unë garantoj që kam respektin më të madh, më të pakufishëm për çdo prokuror, për çdo gjykatës, për çdo hetues, për çdo polic që zbaton ligjin. Kjo s'mund. Kena temuar Ben Krajen, kena Cilin, një minutë. Ben Krajen. Po, Arben Krajen. Kena temuar Altin Dumanin. Ja, ish sigurim s'keni thonë ju. Troplini i thoni Dumanit, në datë 20 dhjetor do ta njihni kreun e ri të prokurorisë posaçme apo varet kush do jetë? Tani. Ju i dini 4 kandidaturat. Tani, Spari nuk qenon kjo. Cila? Nuk kam anatemuar asnjëri. Kam paraqit dokumenta publikut për delinkuencën, veprimtarinë kriminale, aktet qoftë Arben Krajs, qoftë Altin Troplinit. Dhe kjo pra nuk janë anatemim. Më thuj edhe njërë, cili prej këtyre që kam deklaruar për Altin Troplinin nuk është i vërtet? Jo, cila? Pra unë kam paraqitur para publikut të vërtetat për te, kurse Kraja absolutisht nuk duhet jetë në detyrë se është ish hetues i sigurimit shtetit, bashkëpunëtor i sigurimit shtetit, është e faktuar kjo, është e dokumentuar kjo. Ai e mohon, bila i thot, po ta lexosh atë që ka shkruar
nuk ka qenë ndonjëherë në parti, ka qenë deputet, ka qenë kandidat për deputet i partisë punës, po unë nuk e marr këtë akt. Sigurisht ai s'ka pse mashtron, a më thonë, edhe s'duhet mashtroj, po ai ka qenë në është i përket serisë së sigurimit shtetit. Nuk mund tjetë në plus që ka probleme të mëdha të tjera, por është i kapitull më i veçantë. Datë 20 dhjetor do e njihni kreun e ri? Urdhoni? Do ta njihni kreun e ri në datë 20 dhjetor? Zotëri, si të shef, unë jam këtu dhe e njof çdo institucion të këtij vendi. Nuk e di. Dhe ti më the se janë 4 kandidatë. I njihni ju të 4. Një nga të 4 nuk kam asnjë lidhje, asnjë dieni për asnjërin prej atyre që zgjidhet. Uroj që t'jetë i pakapur nga krimi siç ishte Tropli, siç ishte Altin Dumani. Uroj që t'jetë i pakapur. Kaq. Dhe absolutisht unë mbështes dhe njerë çdo prokuror, çdo gjykatës, çdo hetues, çdo polic dhe cilin do që zbaton ligjin. Nuk ka, unë jam njeri i shtetit ligjor. Do më thanë, besimi im politik është kushtetuta dhe ligji. Harrojeni ta gjani ndryshe. Kushtetuese ka dy çështje shumë të rëndësishme për shqyrtuar. Nesër është çështja për zonjën Balluku dhe në datën 17 është çështja juaj. A mund të jepi një koment lidhur me këtë? Në të gjitha hetimet e mia, absolutisht, në gjitha gjykimet për mua, gjykata ka dhënë vendime politike kundra meje siç ka marrë urdhër. Por, cili viu, kush ja bën vetiu. I ran kokës. Kur unë u thosha, unë kisha dërguar në vitin 2012 nenin për heqjen e çdo lloj mbrojtje për deputetin. Edhe prapë votoi atë nen. Po këta e forcuan. Tani po përballen me atë që bën. Kështu që le të vazhdojnë. Për sa i përket këtij kemi të bëjmë me një skandal madhor ndërkombëtar, të cilin unë do ta denoncoj, po e përgatis dhe do paraqes dokumenta fakte në ora 12:30 para shqiptarëve për aktin e pa precedent, të pa shembullt të Edi Rams dhe Belinda Ballukut, që ka bërë dje ka kryer një skandal të madh ndërkombëtar. Dje Edi Rama bëri mashtrim të madh shqiptarëve dhe Europës, për të cilat unë do ta denoj atë sot me forcën më të madhe. Dhe kjo ka lidhje me atë vendimin që thoni ju për gjykatën, por sot më mirë për këtë çështje do të flas në ora 12:30 para mediave. Si ishte takimi me diellën, doktor? Takimi me diellën, si ishte dje? Diella e shpartalloi Ramën. Ku e takua diellën? Diellën, zoti Berisha. Se jeni pak kontradiktor, pra nga një anë e kushtetuese, nga ana tjetër e merrni referendum. Çdo gjë që thot të vërtetën unë pranohet nga unë. Por legjitimove si ministër virtual. Çdo gjë që thot të vërtetën si prokurore të Edi Rams. Ja fishkulloi Edi Rams, janë zori të gjitha mashtrimet. Ku e takua publikisht. Komunikimet e mia janë pakufishme. Zoti Berisha, Ilir Meta kërkoi të pyetet në spak për 21 janarin. Çfarë di Ilir Meta sipas jush për 21 janarin, pyetja e parë dhe pyetja e dytë? Altin Dumani për fat ditë përfundon mandatin si kryeprokuror i SPAK. I riu që do vire do emërohet. A mund ta presim një fakt pra të gjendet sërish me akuzat prej jush? Pyetje e para nuk kam gjeni se çfarë cilat gjëra din Ilir Meta më shumë se ç'di unë, mund të di, sepse çdo njeri ka dhe është normale, sepse ju e dini që ajo ngjarje ka në bazë falsifikimin, dhe aty fillon, falsifikimin, manipulimin e një regjistrimi të
ish ministrit të ndjerit Dritan Prifti, i cili për hir zvërtec mendoj se do mund të më bënte presion, po unë i thash, sa të dalish nga dera ime bëje publike, pyja mu, s'mund marrë kushteng mu, po, se erdi jo, kam ikë shkolla, po, kështu që Ilir Meta mund të ketë gjëra për të sqaruar më shumë se sa unë, në këtë drejtim. Ai e çoi atë, thuja, jo, e çoi dhe vetëm regjistrimin në një institut italian shumë serioz është ai, dhe ata deklaruan që është 28 herë ose 27 herë copy-paste. Manipulua e ka bërë Edi Rama me Filip Çakullin. Unë i kam denoncuar këto, po kjo është tjetër punë. Shpresoj që të merren me seriozitetin më të madh me këtë çështje. Nuk di se ç'do bëj. Tjetra, Cila do të çastë juaj me kryeprokurorin e ri, duke qenë se Altin Domani ka nisur countdown-in dhe fillon mandati. Së pari nuk kam asnjë do të thënë, kryeprokurori i ri nuk është caktuar akoma, po ky që është propozuar nuk kam absolutisht asnjë dhanë. 4, doktor, 4. 4, a pse do të thënë nuk është Adnan Gjoli, Klodian Brau, Dolores Moscovici. Jo, unë nuk kam asnjë lloj preference, pik, dhe të them qëndrimi im varet ka apo jo lidhje me krimin, kaq është, asgjë tjetër. Në qoftë se unë sulmoj sot Altin Troplinin, sulmoj sepse kam identifikuar, kam vërtetuar lidhjet e tij me krimin. Pik, asgjë tjetër. A ka një Po, dhe në qoftë se, më falni minutë, në qoftë se unë nuk konstatoj një gjë të tillë, unë kurrë nuk mund të flas kundër një njeriu që zbaton ligjin. Kjo tjetër si, cili do qoftë për tyre, nuk i njoh. Unë nuk i njoh këta, janë punojës nuk janë të ri, kanë kohë në sistem. Pra e njifke. Urdhë? E njifke. Jo, Derisa kanë kohë në sistem, kanë qenë e kohën tuaj. Kanë qenë, nuk them, po pse ka qenë kohën time, nuk do se e njoh. Okay. Jo, absolutisht, apo jo. Dhe shumica kanë qenë, unë nuk them. Shumica kanë qenë. Këte krajnë për shembull unë e kam nxjerrë nga sistemi. E din veti. Për bashkëpunëtor sigurimi e kam nxjerrë nga sistemi. E ka fut Edi Rama, e ka fut Fatosnano i ndjeri. Po. Kështu që ju falënderoj.